rastisi një herë me ministrin Prokop Murri, sepse ai ishte i holl në laps, i mençur, i zoti për mua si ekonomist, dhe kishte lind nevoja që duhet të bënim ca bashkime. Dhe po këto ide ishin hedhur që përpara sa Kadri Azbiu ishte ministër mbrojtje. Dakord, i thash unë, të bëjmë këto bashkime. Me mirë, dërgoj një propozim, tha mua. I thash unë, ty i thash, qesha unë, a qa kem, tha? I thash, se kem vetëm për vetëm kafe të shtëpia, se ndryshe të flitesh me ta. Ishe tepër serioz në tjera. Kur ishe vetëm, bëhesh mua vetë. Më tha, i thash, juve do më mbushin mendje që unë jam një derrar miku, i thash, që vetëm mua më kalën Kadri Azbiu mbrapa. Po pse? Po unë kam atje 80-90 oficeri, i thash, që marrin rrogat në ato vende pune, i thash, që për mua mund të jenë, mund mos jenë. Ka që punojnë shumë mirë, ka që nuk punojnë mirë. Po se s'kanë në një përgjithësi. Rrogën e kanë njësoj me ata që rrinë një natë pojnë një atë jo në shërbim. Nuk e zuri më në gojë. Sepse i thash, këtë propozime ka kjo ideje të që në kore Kadri Azbiut. Dhe ai nuk guxonte ta ngrinte, thashë mirë, bëje. Të ndalun zot. Antari i Byros Politike. Antari i Byros Politike dhe me pesh. E qartë. Dhe kishte kjo gjendje që na solli këtu ku jemi. Atëherë, pra jemi në vitin 90, ka ndodhur ai tharmimi i situatës politike. Ndërkohë, ushtria shqiptare ndjeni të ushtarët e mobilizuar një lloj revolte, një lloj nevoje për ndryshim, ose vetë oficerët a flisnin me njëri tjetrin? Përgjithsisht, në këtë kohë ndodhte që njerëzit flisnin me njëri tjetrin. Kishte anekdota me bollok me fjalë që thjesht tallnin sistemin brenda. Biles më rastisi një herë, më vjen shefi i sigurimit të divizionit, edhe më thotë që kam një urdhër të shokut Simon Stefani në atë kohë ishte komisari ushtrisë në fakt, ishte antari i Byros Politike, sekretari i Kondit Qendror, të arrestohen 5 oficerët e Hanit Hotit. Çka ka ndodhur? Tradhtim, tha mua. Çfarë tradhtim? Tregojnë anekdota armiqësore. Çfarë tregon? Për shembull, mua Aslani ka qenë karrocier, e ka nxjerr fotografi. Ose ky tjetri për shembull, ai tjetër ushqen dhe qenin me mish. Ti i thash, ke dëgjuar nga këto? Kam dëgjuar, po nuk i tregoj, tha. Edhe unë kam dëgjuar, i thash, kështu e hangër në të gjithë, i thash. Jo, tha, se dhe ata në vetë, i thoshin, unë kam dëgjuar këtë që është më ndyrë akoma, me tërë, mos lap shumë. Edhe ja prisje tjetër, edhe mos prisje unë dhe këtë tjetër. Nuk unë di, ai iku. Me gjithë me erdhë me një letër në dorë, unë se lexova letrën. Mbas 4-5 ditësh pasaj, erdhi me një letër tjetër në dorë, thotë, të shkarkohen nga detyra. I thash, unë s'kam të shkarkohen nga detyra ata. Dhe në fakt, të gjithë i mora i spostova, se tash i urdhë nga letë urdhër. I spostova nga detyra. Komande batalionit, kisha komande batalionit diku tjetër. Shefin e shtabit, shef shtabi. Komande e kompanisë, komande e diku. Vetëm e shpërndave si grup. Vetëm e shpërndava si grup. Edhe më vjen keq që komisari e shkarkoi atë komisari, me fjalë thjesht. Nuk e mbrojti, nuk tha që jo, edhe ky do bëhet komisar batalioni diku tjetër, në rri komisar batalion do çohet ti. Dhe mase oportunizëm, nuk doja të kryoj përplasje përdesa ai të dalë zot në fundoj sektori i tij. Mund të kjo ushtri e cila ndjente krizën ekonomike, do të ishte më aftë të përballonte një agresion? Do kujtoj një moment sepse është një shprehje e famshme që pas ka thënë Miloševiqi, unë Shqipërinë e marr me shoqatën e gjuetarëve të Beogradit në ato vite. Nuk e ka thënë në vitet tona, e ka thënë qik mbasi e shkatërroi ushtria, realizoi qëllimin. Mbasi tentoi në 91 me Shkollën e Bashkuar, të fillonte luftë civile këtu. Tentoi në 2 prill përsëri të hapte një luftë civile të dytë, nuk e realizoi në 97-ën. Pas 97-ës pastaj ne s'kishim ushtri efektivisht. Nuk e di çfarë kanë përpjekje kanë bërë ata që erdhën mbas 97-ës për të ngritur çfarë mund të ngrinin. Dhe kur Kosovës i hedhi lagun ngryk, të mund të jepin ndonjë ndihmë, ndonjë mbështetje. Nuk di çfarë jetën, se unë s'isha në ushtrinë atë kohë. Kështu që në kohën tonë, përfshirë dhe vitin 91-92 që unë isha akoma atje, Jugoslavët nuk e pushtonin dot